Atë ka ndodhur ndonjëherë Lorenz që një skenë të vështirë ta shpëtoi thjesht shikimi i një aktore të bukur? Jo. Okej. Jo, s'm ka ndodhur. Më ka ndodhur të harroj tekst në skenë, po. Okej. Dhe kam pas në teatr. Në teatr plas. Okej. Dhe kam pas një kolegun që ka bërë për po themi një 15 sekondë apo 20 sekondë dhe tekstin tim dhe pastaj më ka ardhur. U lidhën fiet. Po. Ti do më thoshe kështu. Nëse ti do më thoshe kështu, pop. E kape. Po kam pas moment. Sa kohë të është dashur për ta marrë veten, se kam përshtypjen ka dhe një lloj përjetimi emocional nga ana aktorit momentin që i ndodh një blackout i tillë në skenë, sidomos teatr, se pastaj në xhirime filmi është plotësisht të gënjejmë kot themi 1 minutë 2 minutë, është punë sekondash ajo, 10 sekonda. Po të duken si 10 orë. Hajde fol me mua si aktor. Është moment jashtëzakonisht i sikletshëm, diers të ftohta është. Unë vetëm harron. Harrohet te black të pritet. Më ka ndodhur. Duhet kuptoj edhe një gjë tjetër. Ti ke luajtur filma, ke luajtur teatr, ke luajtur me aktorë të mëdhenj, me njerëz të famshëm, si e menaxhon po them egon e këtyre njerëzve të famshëm, pra si vendos limitet në bashkëpunim, në skena. Ai famshëm është vetë. Jo, patjetër mor, nuk e rregullon. Me majën të parë tash po faleminderit. Tash e rregullon. E gjeti momentin e duhur, e kapi. Çiko, në mënyrë që produkti të dalë në fund, pra të mos ketë ngecjen, mos ketë kur ja akoma në bangat e shkollës, normalisht do e kesh atë distancën, atë sikletin, absolutisht po. Unë kam lyt me të madhin Berndrenika. E shikoja kështu, se isha akoma student. Kam lyt me të ndjerin Fatos Sela. Ishin aktor, pedagog, dhe rik kështu. Ishin figura referencen. Sot unë pa frik, brezin tim, i them koleg, nuk mundem të ndihem inferior. Absolutisht po. Njësoj. Pra këto janë limitet që vendosni mes njëri tjetrit. Duke ja po e rregulloj unë, duke qenë se jeni të gjithë të famshëm, jeni të gjithë me ego të madhe, po them, ë? Nuk do përdor fjalën të famshëm se sa profesionist. Okej. Janë të gjithë profesionist. Nuk, domethënë, unë nuk mund të bëj dallimin ti je më i mirë apo unë më i mirë, jo. Secili ka ka rolin e vet, ka korsinë e vet, po themi. Okej. Tash, më përpara po jam ndjer goxhan siklet. I shikoja unë këtu dhe se është më se normale. Është më se normale. Vlerësimi është shumë gjëra. Epoka. Po sepse i ke parë në televizor dhe pa pritur ti në skenë me atë. E s'di si të raportosh. Një sekond, prit. Por për të njëjtin brez ndjesia është ndryshe. Absolutisht po. Absolutisht po. Për sa kohë të gjithë janë profesionistë të një fushë dhe koleg